Në studio jemi tani për të bërë një bisedë që lidhet tërësisht me ushqimin, me mirë ushqyerjen dhe me vlerat ushqyese dhe mbi njohjen e produkteve dhe formën se si ne duhet t'i përdorim apo t'i bëjmë pjesë të dietës sonë ushqimore. Sot do flasim për sheqerin. Sa prej jush tani do të pyesim veten a e duan sheqerin apo jo, se si e konsumojmë, nëse e shmangim, a është i dëmshëm, a është i nevojshëm, shpesh themi më haj diçka e ëmbël që do të thotë në një farë mënyrë organizmi ynë na lëshon sinjali që kemi nevojë dhe për sheqerin në përditshmërinë tonë, format më të mira të përfiturit në organizëm dhe më të shëndetshme të cilat janë. A krijohet varësi nga sheqeri? Dhe kjo është pyetja që ne do trajtojmë sot me nutricionistin pranë Institutit Kulinar në Rancë, Alken Çuko dhe Mike Vila 24 i përjapshëm. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes. Është një temë, Anila, që besoj aktive apo pasive, nëse në vetdijen tonë ne e dim që e duam apo nuk e duam sheqerin, të gjithë na prek, sepse industrializimi dhe çdo produkt që tashmë hidhet në treg, patjetër që ka mënyra të pafundme përpunimi që detyrimisht ka dhe shtese të ndryshme aditiv, ku dhe sheqeri është një prej tyre, sepse edhe si një produkt ushqimor konsiderohet dhe si një aditiv ushqimor, pra futet në pjesën e aditivëve. Ne mesatërisht në Shqipëri patjetër që sheqeri është problem global, por nëse flasim vetëm për Shqipërinë, në një artikull që lexova dje, me sa mbaj mend, shqiptarët konsumojnë relativisht, mesatarisht, 7 kg më shumë sheqer se sa vite më përpara. Më shumë? Po. Vërtet, do të thënë këto, ne më mendoja që kemi filluar të edukohemi pak edhe të dim të është pikërisht ky sheqeri i fshehur, pra që ne nuk e shohim me sy, sepse sheqerin flasim vetëm për sheqerin e bardhë kokrizor, por sheqeri është i fshehur edhe nëpër barsa të ndryshme proteinike, është i fshehur nëpër pije energjike, është i fshehur nëpër pije të mbysura. Ato lëngjet e frutave që janë në paketime tetrapak të ndryshme që ne pretendojmë që po marrim lëngje frutash, por në fakt është thjesht një përzierje me ujë, sheqer, ngjyrues, aromatizues dhe konservant të ndryshëm. Është e vërtet në fakt, dhe sasia e tyre, diku kam dëgjuar një nutricionist në fakt jashtë, i cili fliste për ato paketimin e vogël të një lëngu frutash që përmban 8 lugë gjelle sheqer, më duk e tmerrshme në fakt të ishte aq e lartë sasia, por edhe nëse s'është 8, është 3, prapë shumë. Është shumë. Pikërisht prandaj është një rrezik i cili është i fshehur dhe ne duhet të tregojmë pak më shumë kujdes dhe detyrimisht të drejtohemi nëpërmjet ushqimeve të shëndetshme, të cilat fatmirësisht kompania Neranzi gjithmonë vjen në suport me produktet e saj në të gjitha pikat e dyqaneve. Dhe nëse flasim për produkte të shëndetshme dhe meqense flasim për sheqerin, ta nisim me diçka të ëmbël, sepse patjetër detyrimisht ne kemi nevojë për sheqer, është një ushqim në fund të ditës, por duhet të kemi parasysh se në çfarë burimi e marrim këtë sheqer, sepse kemi edhe sheqer i cili është drejt për drejt sakaroza, sheqeri i bardhë të tavolinës, por edhe sheqerna të ndryshme si manoza, fruktoza, sorbitoli, eritritoli, kanë mbërësues, etj. Pra, një gamë shumë të madhe elementës që vijnë nga sheqerët e frutave, nga sheqernat e perimeve të ndryshme, pra këto karbohidratet komplekse, të cilat po prap na japin atë ndjesinë e ëmbëlsisë. Prandaj do ta nis me pekmezin nardenin e kumbullës, është një ëmbëlsues që ne kemi në traditën tonë, e realizojmë dhe nëpër shtëpitë tona, por pikat e dyqaneve të Neranzi Organic Market ai ndodhet në këtë formë. Është një produkt i cili është goxha i ëmbël, mund ta përdorim dhe si zvendësues shumë të mirë të mjaltit, për të gjithë ata që nuk e preferojnë mjaltin, por që dyshoj që të ketë dikush që nuk e preferon mjaltin. Po edhe për alternativë, se ndonjëherë duhet ndryshuar pak edhe shija, pra jo gjithmonë duhet jetë ajo aroma e shija e mjaltit, po. Sepse kur bëjmë një regjim ushqimor të shëndetshëm, ne nuk duhet thjesht të kufizohemi. Pra, sa herë ke dëgjuar që nis një regjim ushqimor dhe gjëja e parë që thotë çfarë konsumon, fileto pule dhe oriz. Aty, patjetër, po, fiks. Dhe imagjino ta konsumosh për një muaj rresh, domethënë sado ushqimi i shishëm të jetë, do të mërzitet në një moment, po. Dhe prandaj është e rëndësishme që të kemi larmishmëri, diversitet dhe kombinime shijesh edhe ngjyrash. Dhe nardeni i kumbullës është pikërisht një nga ato produktet, por jo vetëm që ëmbëlson dhe na jep atë fraksionin e sheqerit, por është shumë i pasur dhe me magnez. Për magnezin ne do duhet të bëjmë 30 emisione të ndryshme nga 15 minuta secili, sepse është goxha e rëndësishme dhe merr pjesë në 101 reaksione të ndryshme në trupin tonë. Dhe është më i rëndësishme në fakt për energjinë qelizore, sepse pa magnezin nuk do mund të kryenim as funksionet tona ditore. Nëse flasim po prap për sheqerna të ndryshëm dhe detyrimisht sheqeri ka një efekt në mënyrën se si hormonet tona veprojnë,
insulina është një prej atyre të cilat drejt për drejtë ne e dim tashmë se si vepron insulina, pra ne konsumojmë sheqeri rritet, insulina vepron, ajo e ul, ne duam përsëri dhe vetëm në këtë cikël vicioz. Por kemi edhe një, le të themi, mekanizëm tjetër që është mekanizmi nëpërmjet çlirimit të dopaminës. Pra ne kur konsumojmë sheqer, çlirojmë dopamin, ndihemi të kënaqur dhe në atë moment ne kemi një ndjesi aq të këndshme sa që e duam përsëri dhe sa më shumë ta kryejmë këtë proces, mësojmë me atë sasi, një lloj si varësia ndaj diçkaje që ti mësohesh me atë dozë dhe kërkon dhe diçka më shumë akoma. Po, duke arritur. Dhe kjo mund të quhet varësi në këtë rast? Po, sepse është varësi ndërmjet atij emocionit. Pra, nuk është mungesë e vullnetit ton, por është literalisht truri jon, nevoja kimike e trurit ton për dopamin. Pra, nuk ka të bëjë dhe shumë me vullnetin, por duke marrë një kombinim me ushqime të ndryshme, atëherë ne mundet le të themi ta minimizojmë pak këtë dëshirë kaq të madhe kimike të trurit ton për dopamin. Dhe prandaj ekzistojnë dhe produkte si fibrat e ndryshme, dhe fibrat janë alati më i mirë për ne në këtë rast, sepse ato detyrimisht formojnë atë strukturën e xhelit. Dhe prandaj ne kemi sjellë një produkt të ri tashmë në pikat e dyqaneve të Neranzit, që është pikërisht konjak glukomanan. Që është aq interesant, unë në gjëja parë që pas kur Alkendi erdhi ishte, po, kur e merr në duar ka një lloj, është si gelatin, po ndërkohë ma shpjego pak çfarë është, çfarë përftojmë ne duke e konsumuar dhe si konsumohet ndër të tjera. Atëherë, ne kemi bërë dhe një emision së bashku, mbaj mend se kohë më përpara dhe kemi marrë disa makarona, disa pasta, spaghetti, edhe të gjata, edhe në formë orizi, të cilat ishin të përbëra pikërisht nga kjo fibër, pra konjak glukomanan, që kemi përmendur janë shumë të ulta në kalori dhe kanë vetëm 5 kalori, dhe nëse e shohim nga mbrapa, nga pas, kanë 5 kalori për 100 gram. Dhe në fakt tabela është me 0 poshtë pjesa tjetër. Unë nuk e di ta përkthej tani se e kam dhe larg, po më bëri përshtypje që ka shumë 0-0. Kjo do të thotë që praktikisht është thjesht një produkt i përbërë nga fibra dhe asnjë gjë tjetër që është dhe i sigurt për konsum, sepse tabela e vlerave ushqyese nga mbrapa, ndryshe, nuk është vetëm një sinjalistik që të tregon se sa kalori ka, por është një sinjalistik që ty të tregon dhe nga çfarë aditivesh është bërë ky produkti. Dhe sa më shumë të luhatën apo të lëvizin apo të jenë jashtë normave në krahasim me çfarë vetë produkti është, pra nëse ti ke një proteinë dhe ajo tabela e kalorive nuk të afron në 400 kalori, por të afron mbi apo shumë më pak, atëherë ti do të thotë që nuk e ke këtë produktin vetëm proteinë. Prandaj është një lloj sinjalistike që ty të vërteton edhe për cilësinë e produktit. Kjo fibër praktikisht është një lloj fibre që është konvertuar në formën e xhelit. Ekziston edhe në formën e pluhurit, por detyrimisht, le të themi për ta sjellë në mënyrë sa më praktike, sepse pluhuri do duhet të hidratohet, nuk do duhet të konsumojmë direkt, sepse në atë mënyrë pastaj ne bëjmë një efekt të kundër, pra dehidratojmë trupin tonë, sepse ajo fibra brenda më pas në stomak do thithë lëngjet trupore në një farë do bëjmë dhe mund të ndihmë edhe diskomfort të stomakut. Por e sjell në këtë formë të tillë gelatinoze, e cila është gjaj hidratuar dhe gati për konsum, ne mund t'i marrim praktikisht me një herë vlerat e saj ushqyese duke vepruar si ngadalësuese e përthithjes së sheqerit në gjak, rregulluese e përmirësimit të rezistencës ndaj insulinës ose ndjeshmërisë ndaj insulinës dhe gjithashtu në stabilizimin e niveleve të sheqerit në gjak. Praktikisht bën të njëjtin efekt të ngjashëm dhe me ilaçet që jepen pacientëve të diabet, atyre pacientëve që kanë diabet të tipit 2. Prandaj një produkt i tillë është goxha i këndshëm dhe mënyra e konsumimit, ky paketim ka 250 gram dhe ne mund ta ndajmë, besoj, në 4 racione, do ishte shumë okej. Pastaj varet në... Duke qenë se është super i ri si produkt në dyqanet e Neranzit, nuk e ke provuar, kështu që për shijen s'po pyes. Jam shumë kurioze, okej. Kur ta provosh, më thuaj kur të vish herën tjetër. Okej, vijoj më tej me... Fibrat, jemi duke folur dhe me qenë se po flasim për fibrat, kemi edhe 2 produkte që janë goxha famoze, është inulina që vjen nga çikoria, që po ashtu ka të njëjtin efekt, pra të ngadalsoj përthithjen e sheqerit në gjak, të përmirësoj tretjen, të veprojë si prebiotik për ushqimin e baktereve të mira, të përmirësoj atë luhatit e humorit ton dhe gjithashtu të na mbajë të ngopur edhe për më gjatë, duke na siguruar energji të qëndrueshme. Dhe psiliumi që po prapë është një fibër që bën po të njëjtin efekt. Pra, të gjitha këto produkte futen në kategorinë e fibrave që ne minimalisht duhet i konsumojmë. Dhe pse janë të rëndësishme? Sepse industria tashmë të gjitha produktet pak a shumë i zhvesh nga fibra, sepse fibrat janë paksa të vështira
për përpunim industrial, pra makineritë bllokohen, elasticiteti nuk është i njëjtë dhe forma nuk jepet si duhet, dhe çfarë bën? Zhvishen nga këto vlerat ushqyese, të cilat nuk furnizojnë praktikisht me kalori, por japin një benefit shumë të madh në tretjen tonë, hormonet tona dhe çdo gjë tjetër. Dhe meqense ne jemi të gjendur për këtij fakti që industria realizon produkte të tilla, atëherë fatmirësisht ekzistojnë dhe alternativat si psiliumi, inulina apo fibra konjak, të cilat ne mund ta konsumojmë dhe të kompensojmë, le të themi, mungesën që industria tashmë ka bërë. E kuptoj. Një produkt tjetër janë dhe pastat me, le të themi, alternativa të ndryshme nga mielli, dhe këto janë dhe pasta gluten free në fakt. Linja Felicia ka alternativa të ndryshme, unë kam përzgjedhur vetëm një, por ka dhe spageti me spirulin, spageti me drithra të ndryshme të cilët nuk përmbajnë gluten. Por unë kam përzgjedhur këtë formë, e cila është e përbërë me thjerëza të kuqe dhe si e tillë shumë e pasur me proteinë dhe e lehtë për të tretur, madje dhe proteinike, që kemi nevojë për sasi shumë të larta të proteinave gjatë regjimit ton për të na siguruar dhe atë energjinë, sepse një individ i cili ka, le të themi, atë dëshirën shumë të madhe për të konsum sheqeri, ndihet edhe shumë i lodhur gjatë ditës, ndihet edhe shumë i kputur dhe vazhdimisht gjendet tek ai cikli vicioz që dëshiron për të konsumuar sheqer, por një rregullim i kësaj gjëje është dhe konsumimi i proteinave për të ribalancuar dhe për të risjellë atë energjinë qelizore. Dhe fundit, dhe mbarojmë, kemi galetat e orizit, të cilat dihet botërisht, domethënë, që janë shumë të shëndetshme, ofrojnë me karbohidrate komplekse dhe çdo gjë tjetër, një alternativë e shkëlqyer për bukën, madje dhe lactose free, sepse kemi përpunime të ndryshme industriale. Kjo linjë Valsoja në fakt është e gjitha dedikuar për produkte në mungesë të laktozës, sepse kemi edhe galeta orizit të ndryshme në treg, të cilat nëse mund të lexojmë, shohim që ka dhe përmbajtje laktoze për shkak të përpunimit. Dhe një kombinim shumë i mirë që unë do doja të thoja për galetën e orizit, mund të ishte ose me nardenin e kumullës që folëm në fillim, ose me tahinin. Tahini është po prap një super produkt, i cili ne zakonisht jemi mësuar që të kemi, le themi, produkte kremoze si gjelpi kikiriku, që standardi, por ekzistojnë 101 alternativa të ndryshme që në dyqanet e Neranzit pa diskutim janë të pafundme. Dhe në fakt për tahinin nuk dua të them vetëm diçka, sepse mund të shihet që ka një formë si lëngu, është vaj, korrektisht, por nuk do të thotë që nuk është i shëndetshëm. Madje produktet të cilat lëshojnë vaj në këtë sipërfaqe, pra ndahen fazat nga njëra tjetra, do të thotë që janë të papërpunuara, nuk kanë emulsifikues, nuk kanë, le të themi, ato agjentët lidhës që nuk ndajnë vajin nga produkti vet. Në këtë rast do të thotë që është një produkt shumë cilësor. Dhe tahini, duke qenë i përbërë nga faret e susamit, pra praktikisht tahini janë fara susami të gire, të bëra past. Është shumë i pasur dhe me mikroelementë të ndryshëm, por në jep dhe atë fraksionin yndyror shumë të shëndetshëm që ne na balancon atë, le të themi, energjinë tonë, por edhe dëshirën për të konsumuar sheqer. Dhe përveç tahinit normal që janë thjesht faret e susamit, kemi edhe një version tjetër të tahinit, që është tahini me kakao. Pra, një alternativ ndaj çoko kremit, që të gjithë fëmijët dihet sa e vdesin dhe kanë dëshirë shumë të madhe për ta konsumuar. Mund të përdorim tahini me galeta orizi për një mezvak të shëndetshëm, në mënyrë që të kompletojmë nga pikpamja e vlerave ushqyese, një lloj dhe të kujdesemi për sasinë e sheqerit që ne konsumojmë gjatë ditës tonë. Dhe duke mos hequr dorë nga ai tundimi që her pas here kemi për të konsumuar produkte edhe të ëmbla, por në këtë rast të ëmbla dhe të shëndetshme. Alkend, unë të falenderoj që ishe me mua në studio në këtë ditë shiu trafiku që ndodhet jashtë. Faleminderit që ishim bashkë dhe të pres javën e ardhshme për një tjetër temë, ndërkohë po flisnim për sheqerin si një edhe burim energjie, pra ne dim që shpesh është e nevojshme edhe për ta nisur ditën, dhe më kujtohet biseda jonë e fundit që kemi folur pikërisht se si duhet të ushqehemi nëse ndjejmë një lloj lodhjeje këtë periudhë. Ndaj në YouTube mund të klikonit, ktheheni pak ditë më pas dhe keni edhe bisedën që më duket si vazhdimsi e kësaj të sotshmes. Faleminderit, uroj një ditë të mbarë në vazhdim. Faleminderit Anila, kënaqësi si gjithmonë. Kënaqësia është e gjitha imja. Tani kemi publicitet dhe ne kthehemi me të ftuarin e fundit për sot, pas pak live.